O Sami! O Sami! Hajde bujë. Djalin. Hajde më remrana. Ja, veç jela me marë se s'ka hongër buke mos unë tu. Anes që pëthiri. Hajde. O, kunat, a qëtu kokea? Po qëtu, ka hongër djali. Se nuk jena na të pa shpirt si do. Që flasin qka mas syve, fjalla nërësy është halal kunat. Po, vëllai, kunat bol mire ki. Se do para syve me laqet bahen. E ma syve asi ko flarë që mos ta prejfshin udhen. Qësh mori mire ki? Qësh mori s'po të vje marre? Po ti e din mori që shtë kom nejt gati one si kunat me e vogël. Po e disa buken e kini hangër për këtyne durve të mija. E mu quë me fol zi e terë për muë. Marrë dhët me tartë. Ti apo kujto që s'nihen fjallë ta? Unë ona qëtu koke? Po. Lese po ko qef me najt. Këtë mërzitet, ja e bijun e ja vjen vetë, se nuk e larë këtu. Ish më së po marak. Ani veç që halitet Allahile bere drejnë shpe. E bi, Mos e le mu halit. hiç s'më s'ki gojle. A me ty kunat, folëm kur t'jena vetën unë e te. Jo mëre falni se unë ashtu ke shvejt. Falni. Qka pat mëre kjo tash? Qka pata? O pasha zotin veç më së martë në kuti korni, me nejtën e veç me ta. Se për e bare zil nuk e lasë s'ti ka aron në men kësajna me fol ma për kërkan mas shpine. Qka keni mëjnon kështu, po ju e keni qunë mirë në me veti? Qka u po tash? Bili qpesh ta isha me mujt me morën e një nuse që shtu që isha mirë me gradë laznive, si kur na jo dyja, ja, ju ka romë sysh dikush t'i qka. Unë e po shkaj. Shka merë me edhe do dru që ti. O kjo gjithë drejt që shkon. Po unë e budal. Hajtë mës të foli, hajtë se marre, hajtë se zban. Ja, more. Pa edhe maca, me ngusë shumë të gërith. E une, pisi që u ardha e në kitë vend të u munu të i nejtë gati, hajtë se kunata e ma e vogël, unë jam e madhe, dohet me i nejtë gati, e sot ajo mu quhe me full zi e terë për muë. Ja!
Tash i dalë mërën e nesër drejtorit para ftyrës, mëre horëm ke bo, mëre burë, horëm bone. Mos i delë mëre, më shefu. Unë 100 herë thash, nuk jam mëne me orë muzatet me drejtorin aty. Nuk jam mëne muzatet. Muzatet mas pari nuk thuhet muzatet, po thuhet mu taku. Me u taku. Mësohën e erë. Fisnike, ule pak zonën. Se si jetu full me drejtora këta, po jetu full me burën tanë. So në dukna që shtu i bu, po pa shas zote. Mos jep gojës fort. O, më thoj ke mu baba jam. Mos mu i bi, se ata janë të prapambetur, janë të pashkolluar, nuk mund t'ja dalësh. Jo, ata janë gjendë të mirë. Qe, shumë gjendë të mirë. Qishtu ka thonë baba ju ta? O, vëlloj, thuj bobës tanë, shkolla njeri nuk të banë. Sa dhe baba jam. Më thaj ke mu, djali jam, a pe merë qikën e profesorit, a? Unë e po. E që, qika e profesorit, thaj ke, nuk qitët në kryje, po ona petë se veta. E tasht, ja bi punën, halkit me full për mu. Hej! Unë e nesër me kombit arsimtarëve shkoj të babi jem, edhe rrit deri tanën këthena, se kam nevoj pak mu qetsu edhe po kam qef me shku pak. Nuk po shkon të babi, as njetë se ki. Se, ku me ditë që ata musha i kry tyterin tanën, kështu që të babi shkot ku t'je qetsume, ju e nervozume, kështu që po rrin këtu. Qka jemër e të fol? Qka jemër e të thonë? Pa e dinti që s'ka njeri mu që më nalë për me shku të babi jem? Të nalë edhe mirë, bile. Qaj që të nalë, të na këtun katën, e ka emni në burë. E qaj burri jamon, a more vesh? Po kjo ka krejt budalë, mëre? Oj grue, a ke me marrë qatë gjallë që nuk pesha kërkun? Po, bre, keshe me marë, po, tha në bina ma vonë. Hej, hajde të ishto. Hajde, se dhe veç ty të po ta mongo. Njeri, fal. Qa kije? Qa ke vjerë unë kështu, qka bo? Kusht i boni unë të pëzë? Kush pat mi bo, qaja kunata jem. Si shkova ish bot tim, unë priti humve, qasë së mlepa më thonë. Po greta i baba jëtë, qa po boja në lafën shpip, po shkëm pju kalzën atje. Po shëqër qëlloj sa mija, se i kësha kalzuna, sa nga shumë kish prita jem mu humve. Kuj në bre ti, i din qka i ban? A jetu një qka jetu thonë, po është zotin. Qëre, mos shka menja e me qu zote me bon fjallë me ta. Ti e di shumë mirë që burin e saj e kam vlla. E une me vlla nuk e kam jetë mu prish për ty. Që ton dije mirë, edhe goja nuk u dzon me qilë. Ajo let flet qka dan. Ajo është e modhja. Po ti as një fjallë që u dzon me full. Po, qka të bëhet, qka të folet, ke Selvia i ka fajet. Boll,
ma ka nu në shkryt, e folë për mu, e s'bën azo, që ta është im dollë në shpitem, se kam njetë beli vala me lanë kon një fijol me thonë për mu. E ti thuj që ka dush, se që to njetë se kam të ngu. O i grue, unë të këmë thonë zhurëm nuk po duhe, apo merë vesh. Po a mos more vesh, që ka kish full, që i kishin që humë të ta. Po ku ka me ditë? Ku me di që ka folaj baba jëtë? A i plak është. Baba kia ka thonë edhe fjallë që si kena thonë heq. Po, një me dashta me dvetë. A more vesh që e në kanë të shkolla që është ka bëhet? Se diçka të ta është uzi. Veç kur ti pa e që i kam pru krejt në shpe. Ven kanë bëllë. Qka po të hinë ty në udheve grue? A i binë shpe, a shkojnë të shkolla. Pse po mirësh me këtë fjallë? E tani po thu po flasin. Edhe nusja mos tha ty një sen për të shkolla, ata përmeni një sen. Jo. Pse ka pas më thonë a i sana? A për njën bre, birë gjithë këtë zhurëm atë në sopë djallit tanë, që ho bon gjithë këtë zhurëm, asë në pedojnë tukën, ashtë qka kana. Jo, baba, jo. Djalli jem ka dosh nuse me shkollë. E ajo s'peja prano bashkë që fëdën kë. Po halla ka me zhurëm, ka me pos hale, edhe s'jom të që ditë bile. Se veç njëstërë kjo. Hale, ka me pos të zhurëma. Për vallohi gratë una këtu në herë s'kanë kudzue, me ngritë zonën as me thmit vetë e lemo me bura. Po bon kjo pun kështu që se di. E ma dhe bobë. Ka njësë mu rëtullu senet krejt. Gratë mu bo bura e burat gra. Hale ki me poti, veç njëstërë kjo pun. As ke po, as ke niti. U matë majtë e kësoj shpije. Apo qëni me shymë këtë shpi, a do më kollë krejt. Veç që si ka dollë timi. Veç që s'ka kërësit. O vallohi e birë, në qatë muhabet ke me babën. Po nuk o mirë kur më përgjish fatirë. Po më thirë djoleme me lybnim be meje. Njetë se kom i një muhe. Se nuk bo baba më përzine me gruje burri. O, leti djolin. Po fal me nonën. U zatën portët që aty me një gjenë Silvi, veç që si kanë kopë shpotat me zveti. Mos qilloj shaq aty. Këtë të kërësit lufta e trejtë. Pe i kësoj ma holle këtë njësë. O, bob! Qysh, grueja me bo zhurë ma, jebë që tybe më ka bo vakima që kjo punë. Hajë shola. Edhe, apo që është bre burë, shkarre pak. Nashta e qelin muhabetin edhe kallzojnë qa është ka bëhet edhe që ka folë bre baba për mua, kush ka folë për mua. Po bre grue, që unë po shkoj e për ju thamë që keni folë për grue teme. Hej, kuku, hej. Po që me burë shka se vallajnë gjumë në sy sanë të sëmshti. Si mësune me një kërkën të folë keq për mu. Qush ka edhe merë vesh paka shumë, të kallzojnë qelin muhabet, kallzojnë që ka thonë baba, që po buhet e shkolla. Hajt, në që të bëjën e dorkën, t'i kthejesh. Hajt shka. Po mësë me na burë, bëne për grunë tane, qush ka të vlo. Hej, kuku që punë e pa punë zërni jo. A peshe o babgjesh, kush kishton që na morin lakmi mu e ty pa gro, po i pasha zëtin as njetë nuk e ka më martu mu. Jo bire jo, ti mu martu gjithqysh. Po leti këtë muhabet se unë e më koni martu, po s'ma la zoti ma gata atë grue te që aty e kish pasë. Ep që vallohe unë që temën për mdo këtë du me ja dërzu zotit me dur të mija kismet.
A përse bre ne për qa bone? Qka të qoj që i kalzove këtina veç fesat jetu bon. Këta shohet e bën zhuru me grua tje e reha, e mytë kreta. Na shta pak zhurëm pa. Pas 4 gjyshi, as babgjyshi gronë nuk ka mytë. Ne me bojna zhurëm ka pak. Po kur vje puna, na dina morujt. Mire kjeti. Pe grue, Falë njeri. që më tha Samia këni bo fjollu me Selvin. Asën pe dorën e tu këta që thim keni. O ti njeri, Po, hajde mik, hajde. apo më duket erdi kush. Mirë se t'ka pru zoti? Mirë se u gjeta. A jeni mira, se jeni ja. Mirë. Hajde shkojna mrena. Për shëndetje ndiru. O, hajde me këmi se erdhe. Mirë se u gjeta. Hajde bojnë. Në nëzja mute. Që ka dhaj? Ani mek, që shpë ka përceni ju atje në sheher. Më falni, ju lutem më tregoni, çka po ka përceni? Heq ma hamori men. Qysh më mor vesh me to, qysh me bollah me to. Valdet, qysh këtë renusën në djen në të rënë me bot dritin pak. Qumë herë. Më falni, mund të na tregoni ndonjë dolli fshati? Ndoshta inspiron të shkruaj ndonjë libër. Po, mirë jemi, mirë. Babi, unë rëzite? Mirë, jo, është shumë bukur jam të ka kaluar këtu. Pak sa po kemi probleme të voskra, nuk pi kuptoj disa fjalë. Po ja dalin disi, po ja dalin. Po ti zemra babit, si po të ecin punët? Mirë, babi, mirë. Fantazi po ecën. Pastaj kolegët i kam shumë të respektueshëm, të gjithë njerëzit janë shumë të sjellshëm këtu. Pastaj, bibliotekisti të ka përgëzuar shumë për librin. Ishte shumë i mahnitur për librin tënd. Faleminderit bija ime shumë. Me që ro fjallat e librat, ti kam sjell disa libra. Një libër jashtëzakonisht interesant është Gabriel Garcia Marquezit, 100 vjet vetmi. Vitin 1982 ka fitu çmimin Nobel. Një rrëfim jashtëzakonshëm. Kam edhe një libër tjetër jashtëzakonisht interesant të Daniel Defoe. Kryevepër e ka Robinson Crusoe, ti me siguri e ki ndëgju këtë vepër dhe... Po, babi. është një perl, është një vepër që Robinson Crusoe ka jashtëzakonisht subkonsciencën e dyshim të ka mirë, po është fluid dhe arsyetorët narrativa është jashtëzakonshme. Unë. Shumë faleminderit, babi. Do t'i lexoj me shumë dëshirë.
Base jemi këtu të libre dhe një libër të Ismail Kadarejes, Pallati i ëndrave ja kam sjell dhëndrit. Është një vepër jashtëzakonshme. Faleminderit. Më nderë qofsh. Sa i trosh kaka. Mere, lea nonës edhe i zjamin në sabah me ta. Si mërë s'keni as pak konsiderat për librin, pse e hudha ashtu? O lej libra ta babalak, se pra ola janë këtë. Mos i qera sytë në të, se më ka kalzu kje qika jëtë që shkruun, po mos e hëp kohën me të, se s'ka hajrë për tyne. I lexoj unë babi, se kë... Qa kë? Një me, qysh babalak, më kalzej qika jëtë që kishe thonë natë prapa mbetën, pa di hava ledza sa dush. S'ka fajna ma që thajke, shkolla njëri s'banë, o babalak. Më falë, unë kur nuk e kam përmendur që jeni i prapa mbetur, po me sa po shoh unë ju me të vërtet që keni ignorant. Qa po thot, që jam unë? Qka jam unë? Po thot që je larg pamës, do me thonë t'ishe edhe mas kodrës që apo bohet e nuk i nevoj heq me lexu. E ke lexu Kur'anin ti me si njeri knushëm që je? Po, se jo, kam lexuar Kur'anin, Biblën, gjitha librat fetare. Miko, mos na zi për të modhe shumë. Po, apo na kallzon, çka thojnë librat për jetën ka tonë? O miq, krejt ta që shkrujnë libra për katon jetojnë shërë, prallë hesapi. O Valdet, kështu që po vlet. I mirë e keq me kekije. Duhet me respektu mikin. Ku ma bëne një pyetje se a ka libra për fshatin. Ka shumë autor që shkruajnë libra për fshatin, për lullët, për malet, për oda, besa edhe për dashnin. Në bibliotekën time kam shumë titujt libra që janë kryevepra dhe nëse i lexon ato manitesh. Ju atjerë shërë, a monin e gjonë sa me mjellë. Më falni, a mundin edhe nërë të ma spjegoni, nuk ju kuptova. Mira, mirë, apo shkon me këqyra o buka goti. A na kishe lexue diçka të mirë prej librave? Çka kishe zgjedhur na lexue? Po, si jo, me knatësi. Me të vërtet keni dëshirë? Do të provoj gjej diçka interesante një pjesë. Më falni, duhet të jek syzët i kam për larg. Ofër shoh bukur. Ja, kjo pjesë është interesante. Një pasdite e zakonshme. Kur ajri ishte i ngrohtë dhe dielli do përëndonte ngadalë. Ata u ndodhen në të njëjtin vend ku ishin takuar për herë të parë. Për herë të parë. Ai ngjeu në kohë që koha kishte ndaluar. Nuk ishte rëndësi sa ditë, muaj ose vite kishin kaluar. Ajo ishte aty dhe ai ishte aty. Dhe ato qaste ishin të pavdekshme. Dashuria është më shumë se fjalë, tha ajo, duke shikuar në sy. Është ajo një ndjenjë në shpirt, ajo që të bën të besosh në mrekulli. Ai e shikoi dhe kuptoi se ajo kishte të drejtë. Dashurinë që kishte përjetuar ishte më e fuqishme se çdo frikë apo shqetësim që mund të kishte pasur.
Ishte një lidhje që nuk mund të shkatrohej nga asgjë, as nga koha, as nga distanca, as nga çdo pengesë tjetër. Për ta, dashuria ishte një udhëtim që do të vazhdoj për jetë.